Trajneri i Juventusit Luciano Spalletti ishte i detyruar të ndryshonte planin e tij gjatë pushimit të pjesës së parë në ndeshjen e Serie A ndaj Lazios, të zhvilluar të dielën mbrëmë në Allianz Stadium, e cila u mbyll 2-2. Bardhëzinjt e mbyllën pjesën e parë në disavantazh 1-0 pas golit të Pedros, ndërsa Spalletti kishte vendosur të bënte një ndryshim ofensiv për të reaguar në pjesën e dytë. Fillimisht, strategu italian kishte planifikuar të largonte nga loja mbrojtësin e krahut Juan Cabal dhe në vend të tij të fuste ansorin portugez Francisco Conceição, i cili u pa duke marrë udhëzime të detajuara nga stafi teknik gjatë nxehjes në pushim mes pjesëve, shkruan Football Italia. Megjithatë, situata ndryshoi në momentet e fundit, pasi Conceição ndjeu shqetësim në gjuhë gjatë nxehjes. Stafi mjekësor dhe teknik i Juventusit vendosën të mos e rrezikonin lojtarin portugez për pjesën e dytë, duke marrë parasysh gjendjen e tij fizike. Si pasojë, Spalletti u detyrua të ndryshonte zgjedhje dhe të vendosi të aktivizoje Don Zegrovën, i cili hyri në lojë në vend të Juan Cabal për fillimin e pjesës së dytë. Ndeshja u komplikua më tej për Juventusin pasi Lazio realizoi edhe golin e dytë me Gustav Isaksen, por reagimi i vendasve erdhi më vonë. Weston McKennie ngushtoi rezultatin pak para minutës së 60, ndërsa Pierre Kalulu shënoi golin e barazimit dramatik vetëm 15 sekonda para fillimit të kohës shtesë, duke shpëtuar një pikë për bardhëzinjt. Ndryshimi detyruar nga Spalletti dhe aktivizimi i Zegrovës në vend të Conceiçãos u bë kështu një nga momentet më të diskutuara të mbrëmjes në Torino me kosovarin, që bëri një paraqitje solide.